Piu çaj kamomili për 1 muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Lulja e kamomilit ka përfitime vërtet të mahniqme, të dobishme, të cilat nuk janë të kufizuara vetëm për përdorimet e saj për qetësim. Përfitimi më i njohur medicinal i kamomilit padyshim lidhet gjithashtu edhe me lehtësimin e ndonjë gjendje të organeve të tretjes. Është i shkëlqyer për të përmirësuar tretjen duke favorizuar largimin e gazrave nga zorrët dhe duke përmirësuar organizmin tuaj, duke lehtësuar dhimbjet e stomakut, duke shmangur të përzierja dhe lehtësuar dhimbjet e barkut, gërritjen, gastritin dhe ulçërën. Ndaj përdorimi i kamomilit në dietën tuaj, vërtet që është një alternativë e çmuar në dobi të shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Këto përfitime gjithashtu janë edhe për shkak të aftësive të kamomilit për të vepruar si një relaksues i muskujve. Duke pasur përbërës me veti antiinflamatore, kamomili redukton inflamimet e mukozës së stomakut, gjithashtu edhe ato të zorrëve. Çaji i kamomilit është shumë i dobishëm edhe për uljen e niveleve të kolesterolit. Kolin, një nga vitaminat që gjendet kryesisht tek kamomili, është i shkëlqyer për të promovuar eliminimin e yndyrnave të gjakut. Njerëzit të cilët kanë edhe probleme me kolesterolin e lartë në gjakun e tyre, mund të pinë një gotë me lëng kamomili çdo ditë, për të rregulluar dhe për të rikthyer më mirë në punë shëndetin e tyre. Një tjetër veti medicinale e kamomilit, mjaft popullore, është aftësia për të lehtësuar edhe problemet menstruale dhe para menstruacioneve. Kamomili ka një veprim estrogenik dhe qetësues që mund të jetë një aleat shumë i mirë i femrave gjatë kësaj periudhe të vështirë. Fal përfitimeve të tij antiinflamatore dhe antiseptike, kamomili është i shkëlqyer edhe për të trajtuar gjithashtu problemet që lidhen me mbipeshën. Gjithashtu është i shkëlqyer edhe për trajtimet e problemeve të lodhjeve të syve. Por më tepër është shumë i dobishëm edhe për dhimbjet të cilat lidhen edhe me problemet e shëndetit oral, duke përmirësuar dukjen tuaj dentare dhe duke u bërë një aleat e organizmit, sidomos kundër këtyre shqetësimeve, citon Step to Health. Përfshirja e kamomilit në dietën tuaj ushqyese mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të lehtësuar komplikacionet. Sipas ekspertëve, kamomili është i pasur me antioksidant të fuqishëm. Sipas Foodscape, duhet të përfshini kamomilin në dietën tuaj edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës. Që të keni një tretje më të mirë dhe më të shëndetshme, kamomili besohet jetë një nga efektivet më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Sipas Step to Health, përfshirja e kamomilit për personat që kanë probleme me tretje në dietën e tyre mund të kenë një lehtësim të duhur. Kamomili është një nga produktet i cili është çmuar ndjeshëm për shkak të ndikimit të tij në mbrojtjen e organizmit. Sipas Health to Site, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet më të mira që ai do t'jap në dietën tuaj. Përdorimi i kamomilit në dietën tuaj do ju bëjë që të flini më mirë gjatë natës dhe të mos zëvuani nga problemet e pagjumësisë. Një nga përfitimet më të njohura të kamomilit është aftësia e tij efektive dhe pozitive për cilësinë më të mirë të gjumit, thot një studi. Nga një analizë zbuluar se kamomili përmirëson cilësinë e gjumit dhe lehtëson gjithashtu problemet që nxisin edhe ankthin. Cilësia e dobët e gjumit mund të rrisë ankthin dhe depresionin në përditshmërinë tuaj. Kështu që shtimi i një gote me çaj kamomili çdo mbrëmje të paktën 40 minuta përpara gjumit mund të jetë një lehtësues shumë i mirë kundër këtyre situatave dhe mund të kthehej në një aleat të dobishëm për personat që kanë probleme me pagjumësinë. Kamomili mund të përmirësojë gjithashtu rritjen e imunitetit tuaj duke u dhënë elementet më të mirë të fuqishëm. Një studim i vitit 2023 i botuar në Integrave Therapy zbuloi se kamomili mund të jetë një terapi shumë e mirë kundër radikaleve të lira dhe të përmirësojë organizmin tuaj, duke përmirësuar kështu shëndetin dhe duke mbajtur larg problemet e radikaleve të lira që ndikojnë vazhdimisht në trupin tuaj. Kamomili është një aleat shumë i mirë për tretjen tuaj. Një nga efektet më të zakonshme të kamomilit është përmirësimi i shëndetit gastrointestinal.
Kamomili qetëson simptomat e sëmundjeve të refluksit gastroezofageal dhe zvogëlon gjithashtu edhe inflamacionet sipas mjekësisë integrative. Gjithashtu ai mund të zvogëlojë komplikacionet shëndetësore që lidhen me luhatjet e sheqerit. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, diabeti ju vën në rrezik të lartë të komplikacioneve dhe problemeve siç është humbja e shikimit, sëmundje të zemrës dhe problemet kronike që lidhen me shëndetin tuaj të veshkave. Pjesërisht për shkak të efekteve të tyre antioksiduese, çaji i kamomilit mund të jetë një aleat shumë i mirë i organizmit tuaj kundër këtyre komplikacioneve dhe luhatjen e sheqerit në trup. Sipas një meta-analize, kamomili ndihmon në uljen e stresit oksidativ, gjithashtu edhe në kontrollin më të mirë të glicemisë te personat që vuajnë nga këto shqetësime. Kamomili është i pasur me komponent fenolik dhe sipas studimeve të vitit 2022 në Journal of Diabetes and Metabolism Disorders, këto komponent mundet të funksionojnë si opsione të tjera bimore kundër luhatjeve të sheqerit. Kamomili është një aleat shumë i mirë i shëndetit tuaj të zemrës. Një nga përfitimet më mbreslënëse të kamomilit është edhe në përmirësimin e profilit të lipideve në organizmin tuaj. Kolesteroli i lartë është një faktor rreziku për sëmundjet e zemrës, kështu që çaji i kamomilit mund të përmirësojë shëndetin tuaj të zemrës, sidomos në planin afatgjatë si rezultat i ushqyerjes së dobët. Kamomili është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat të cilët vuajnë gjithashtu edhe nga problemet e depresionit. Siç e përmendëm edhe më herët, kamomili mund të përmirësojë simptomat e depresionit. Ai ndikon gjithashtu pozitivisht edhe në cilësinë e gjumit dhe mund t'i japë rezultate mjaft të mira kundër këtyre komplikacioneve, duke dhënë ushqyesit e duhur në dietën tuaj dhe duke mbajtur larg këto shqetësime. Sa më mirë ta përfshini kamomilin në dietën tuaj të rregullt, aq më pak probleme do të keni në organizëm. Sigurisht, edhe në mbikëqyrjen e një eksperti me përdorimin e kujdesshëm të tij, kamomili mund të kthehet edhe një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër problemeve tuaja menstruale. Askujt nuk i pëlqen të përballet me ngërçe dhe humor të ulët, sidomos përpara menstruacioneve. Për fat të mirë, kamomili mund t'ju ndihmojë në këto raste specifike. Kamomili mund të jetë një trajtim efektiv bimor për sindromën premenstruale. Sindroma premenstruale është kombinim i gjendjes fizike dhe emocionale, sidomos te gratë që përjetojnë edhe këto shqetësime në mënyrë të rregullt. Por ekspertët e Eating Well citojnë se çaji i kamomilit mund të funksionojë si një terapi shtesë për çështje të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë këtu edhe komplikacionet që mund të keni, por kjo nuk do të thotë se ai duhet të zëvendësojë medikamentet tuaja. Është një terapi plotësuese që mund të shtohet në dietën tuaj për të lehtësuar një sër komplikacionesh. Shumë njerëz rekomandojnë pirjen e çajit të kamomilit 30 deri në 45 minuta përpara se të shkoni për të fjetur, për t'i dhënë kohë trupit në mënyrë që të merrni përfitimet e tij dhe të lehtësoni gjithashtu një sër komplikacionesh që u kanosen nga përditshmëria. Megjithatë, ekspertët tregojnë se nuk ka një kohë specifike se si mund të përdorni kamomilin në dietën tuaj. Për sa kohë ai pihet brenda normës, nuk teprohet dhe nuk zëvendëson medikamentet që jeni duke marrë, mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Është alternativa më e mirë që mund t'i bëni trupit për lehtësimin e komplikacioneve. Çaji i kamomilit është përdorur prej shekujsh në trajtimet e problemeve të pagjumësisë dhe në rritjen e aspekteve tuaja të gjumit. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid shumë i rëndësishëm. Flavonoidet janë kimikate që u japën edhe bimëve ngjyrën me bollëk dhe antioksidantët dhe ndihmojnë në trupin në luftën kundër toksinave. Kamomili mund të cilësohet gjithashtu një aleat shumë e mirë shëndetit tuaj të kockave. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin tuaj të kockave sepse flavonoidet që përmban kamomili mund të ndihmojnë kockat të riparohen dhe të rriten më mirë. Gjithashtu kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve tuaja ditore në ndërtimin më të mirë të kockave. Kjo fal elementeve ushqyes që i jep organizmit edhe lehtëson gjithashtu komplikacionet e tij. 1 deri në 2 gota çaj kamomilit të kombinuar me një lugë mjalt mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, sidomos edhe për personat që vuajnë nga pagjumësia. Kjo praktike e përdorimit të kamomilit mund të kthehet në një rutinë vërtet fitimprurse për ta. Ndaj përdoreni gjithmonë si duhet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.